Robotët tillë nuk ekziston në një dikush tjetër, sidomos jo shqiptar. Në këtë moment jemi 10 veta. Po të thuash robotit, shko atje më bjer rrotën e makinës, e të vej robotit sjell rrotën e makinës. Nga Shqipëria, familja ka vajtur në Greqi kur kam qenë 10 vjeç. Jam rritur atje, kam studiuar inxhinier mekanike. Kam filluar punë për një vit në Greqi, edhe gjatë kësaj punës, bashkë me një ortakun tim, Klajdin, filluam një startup atje. Ndërmjet kësaj startupit, kishim aplikuar për një business accelerator këtu në Zurich, na morën, edhe gjatë kësaj periudhe u njoha dhe me një profesor në ETH, me të cilën u lidhëm bashkë, domethënë dhe që atëherë kam punuar për një 8 vjet në këtë ETH, në universitet. Atje kam punuar mbi robotat, kemi bërë motorra, kemi bërë krah për robota, kemi bërë duar, çdo lloj gjërash domethënë.